Në secilin vend të botës ka tradita të ndryshme, madje disa prej tyre mund të tingëllojnë shumë të çuditshme. Në rast se mund të shkoni të vizitoni këto vende, do bëni të mirë të informoheshit për disa prej traditave të tyre, pasi në rast se gaboni, më pas mund të keni eksperjenca jo të këndshme. Në Tajland, mos prekni kokën e dikujt, qoftë edhe të ndonjë pjesëtari të familjes suaj. Në Tajland, koka është një nga pjesët më të rëndësishme të trupit, dhe ajo shihet pothuajse si një element i shenjtë. Konsiderohet fyese nëse prek kokën e një personi. Harrojini letrat higjienike në Indi. Në Indi, letra higjienike në tualet zakonisht nuk ka. Atje, përdoret vetëm uji nga një kove vogël që gjendet pranë tualetit. Pra, krizë për letra higjienike në Indi nuk do të ketë kurrë. Në Indonezi nuk e përdorin banjon pas martesës. Në komunitetin Tidong në Indonezi, një çift i martuar nuk lejohet të shkojë në banjo për 3 ditë pas martesës. Nëse e bëjnë këtë, konsiderohet fatikeq për martesën e tyre. Kjo traditë vërtet që nga shumë e rëndë për t'u zbatuar. Në Meksik nuk duhet të dhuroni trëndafil të verdh. Në Meksik, tradicional është trëndafili i kuq, ideal për t'i bërë dikujt një dhuratë. Trëndafili i verdh do të thotë vdekje në kulturën meksikane. Në Danimark, njerëzve beqar i hedhin kanellë. Nëse një person mbetet beqar në ditëlindjen e tij, miqtë e tyre do t'i bëjnë dush me kanellë. Tradita është një referencë për tregtarët danez të erësave, të cilët shpesh nuk kishin kohë për martesë për shkak të udhëtimeve të tyre rreth kontinentit. Hedhja e orendive shtëpiake nga dritarja, Afrike Jukut. Për vitin e ri, njerëzit i hedhin mobiljet e tyre nga dritarja dhe në rrugët poshtë. Kjo traditë monitorohet nga forcat e policisë për të siguruar që askush të mos lëndohet. Në Finland, takimet e biznesit bëhen në sauna. Sauna është një pjesë e rëndësishme e kulturës finlandeze, duke shërbyer edhe si një vend për të diskutuar çështjet e biznesit apo edhe politikën. Në Portugali, pasi ta mbaroni vaktin tuaj të ushqimit, mos hidhni krip. Shtimi i kripës te pjata që keni ngrënë do të thotë që nuk ju pëlqeu ushqimi. Prandaj, nëse doni ta bëni atë, sigurohuni që askush të mos mërzitet. Në Rusi dhe Rumani, mbajeni stomakun poshtë nëse ju ftojnë miqt për darkë. Në vende si Rusia ose Rumania, nëse hani në shtëpi para se të shkoni në shtëpinë e dikujt tjetër, konsiderohet fyese. Ju gjithmonë duhet i vizitoni miqtë tuaj të uritur. Në Japoni nuk gjen asnjë mbeturi në tokë. Mënyra se si njerëzit nga Japonia punojnë së bashku për ta mbajtur vendin e tyre të pastër është e pabesueshme. Në Japoni nuk ka plera në rrugë. A e dini se në Angli ekziston një traditë që lidhet me fytyrat qesharake? Kampionati i fytyrave qesharake është në të vërtetë një nga zakonet më të vjetra që ata kanë dhe ai ka filluar rreth vitit 1200. Në Rusi, mos i blini lule të dashurës. Nëse dëshironi të bëni një gjë të bukur për njeriu e zemrës suaj dhe ajo është ruse, kujdes, mos blini lule, sepse simbolizojnë ndarjen. Në Greqi, fëmijët e vegjël dhëmbët e tyre i hedhin në xhati për fat. Sipas tyre, dhëmbi që do dali do jetë i fortë.